Sezoni dimëror i këtij viti po përballohet pa problem në shkollat e Bashkisë Prenjas. Mësohet se ngrohja është siguruar në të 25 shkollat e bashkisë dhe pritet të vijojë deri në fund të muajit maj, duke qenë se në këtë bashki dimri bën i ashpër. Ngrohja realizohet kryesisht përmes sobave të zjarrit, të cilat ndizen çdo ditë para fillimit të procesit mosimor. Në shkollën 9-vjeçare Qybra Sokoli, sobat ndizen çdo mëngjes nga punonjësit e pastrimit, me prioritet për klasat e para, ndërsa fiken pas përfundimit të mësimit. Mësues dhe nxënës të këtyre klasave theksojnë rëndësinë e ngrohjes gjatë orëve mosimore. Në shkollën tonë nuk ka munguar asnjëherë ngrohja dhe nxënësit dhe të gjithë prindërit na shprehen të kënaqur për kushtet e mira që fëmijët kanë çdo ditë në këtë shkollë. Në klasën tonë zjarri ndizet që në orën 7:30. Dhe zjarri përfundon me përfundimin e procesit mësimor. Përshëndetje, unë jam Anelia dhe jam në klasën e 4. Derisa shkojmë në shtëpi. Nga 25 shkollat e Bashkisë Prenjas, në 2 shkolla të mesme të bashkuara, në Qukës dhe Rajc, ngrohja sigurohet përmes kaldajave.